Si e shihni ndryshimin e demografisë në Kosovë dhe në Shqipëri në aspektin e punësimit? Kush janë më të zot? Unë do ta nis me një fakt interesant që lexova në Bloomberg, që thoshte papunësia në Kosovë nga nivelet rreth 50% ka kaluar në nivelet nën 20% brenda 3 viteve të fundit. Dhe një nga kontribuesit kryesor ishin kompanitë në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Jam shumë krenar që jam pjesë e një kompanie të tillë që është në këtë industri dhe që ka kontribuar për pjesën e punësimit në të dyja vendet. Kur jemi tek ndarja midis gjinive, jo pse dua ta bëj atë klasifikimin, por themi se ndoshta gjinia mashkullore, sidomos tek shpërndarësit ose korrierët, dominon këtë pjesë. Kemi edhe femrat e involvuara në këtë sektor? Ka, po janë shumë pak, sepse vetë nga vështirësia dhe nga lloji i punës, do thoja, kërkon që të sakrifikosh pak dhe fizikisht është goxha më e vështirë si punë, sepse nuk po flasim vetëm për shpërndarje në ditë me diell dhe në kohë të ngrohtë, po flasim për ditë vështira që janë me shi, me dëbor, me temperatura shumë të ulta, dhe kjo e bën domethënë pak të vështirë si rol. Dhe është një nga, po themi, grupet dhe që ne investojmë shumë dhe Wolti kujdeset shumë, sepse janë ata që mundsojnë këtë ekosistem që të jetë gjallë dhe konsumatori fundor të jetë i kënaqur me shërbimin. Megjithatë, trajnimet, shkëmbimet e eksperiencave, paga, benefitet e ndryshme janë pjesë meritore të kësaj sakrifice që ata e bëjnë apo jo? Absolutisht, absolutisht. Unë do thoja që shumë persona kanë ndryshuar profesion duke kaluar si korrier të Wolt, vetëm për fleksibilitetin që të ofron, po edhe për pjesën e benefiteve financiare. Pra një menaxher projekti pasdite mund të jetë shpërndarës në Wolt. Absolutisht ka shumë. Ka shumë. Ka shumë shembuj të tillë. Po, ka shumë shembuj të tillë, madje unë kur jam bashkuar në fillim, ishte një nga rekomandimet që i jepja shumë njerëzve rreth e qark, që i thoja, shiko se nëse ti je i pakënaqur me të ardhurat që ke sot, ke fleksibilitet që punosh vetëm 2 orë, 3 orë në ditë, çdo ditë javës e zgjedh vetë se kur mund punosh edhe ke të ardhurat shtesë, shumë e thjeshtë. Konsumatori është gjithmonë ai që e jep përshtypjen menjëherë me të marrë produktin në duart e tij apo të saj. Por pastaj po të njëjtat komente përcjellen tek shpërndarësi. Shpërndarësi sigurohet që këto komente ti përcjell po ashtu tek përgjegjësit e tij apo të saj në mënyrë që pastaj të merret ai koment parasysh edhe të shërbej pse jo për përmirësime të vazhdueshme të platformës, por edhe të shërbimit në përgjithësi. Unë do të thënë kjo është një nga pikat e forta që ka platforma Wolt dhe DoorDash. Praktikisht duke pasur 3 sisteme të ndryshme, një platformë për konsumatorin, për një platformë tjetër për korrierët, secili prej palëve mund të japi feedbackun e vet në platformë, sa herë për çdo porosi apo për çdo herë që ata konstatojnë diçka që është siç duhet apo nuk është siç duhet. Qoftë për feedback pozitiv, qoftë feedback negativ apo konstruktiv. Dhe duke qenë e tillë, ndër vite, Wolti e ka absorbuar këtë input, këtë feedback dhe e ka rikthyer duke e përmirësuar shërbimin çdo ditë apo çdo javë, çdo muaj. Dhe kjo është një nga gjërat që e bën platformën që të përmirësohet, pa feedbackun, pa përshtypjet e konsumatorëve apo të korrierëve, nuk do të ishte këtu ku është sot.